Po, mandej nëse kalojmë tek me moshën mbi 2 vjeçare, kur fëmijët fillojnë ecën, dalin i lajmë edhe pa e hap dorën, tash po du me bo një krahasim, sepse kjo është edhe punë kockas, pastaj edhe individuale. Frakturat, predispozitat më të shpeshta i kanë me ndodhë tek fëmijët mbi moshën 2 vjeçare apo tek adoleshentët, puberteti, ku janë ma... Do më thonë, mbas moshës 2 vjeçare fëmija fillon me pas aktivitet shumë të madh. Mosha e adoleshencës është një moshë që do më thonë, njerëz të fillojnë me qenë më aktiv dhe aty pritet shumë a shumë frakturë. Unë i kisha nda fraktura deri në 2 vjet, dhe prej 2 deri në moshën, prej 3 deri në moshën 10 vjeçare. Kjo është një periudhë ku fëmija mandej vazhdon më rritë dhe vazhdon me qenë shumë aktiv. Çdo aktivitet shtesë bjen që fëmija me qenë maj ekspozum për me qenë afër rrezikut për me mujt me ndodhë edhe një frakturë. Mandej